Mbrëmja e kësaj të martë rezervon një përballje futbollistike mes dy shteteve, përfaqësueses së Kosovës dhe kombëtares së Turqisë për një bilet për në botrorin e verës që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë luhet ndeshja më e rëndësishme për përfaqësuesen e Kosovës, e cila kërkon të shkruajë historinë e saj me pjesëmarrje në një kampionat botror. Dardanët do të kërkojnë patjetër fitoren ndaj Turqisë në ndeshjen finale të play-offit, pas fitores mbreslënëse në Bratislav ndaj Slovakisë. Por çfarë presin tifozët e të dyja skuadrave që sot janë mbledhur në Prishtinë ku do të shohin ndeshjen? Shumë kusht në stadium e pjesa më e madhe përmes ekraneve televizive apo në sheshet e qytetit të Prishtinës. Tifozët e Kosovës që kanë ardhur nga treva të ndryshme besojnë tek fitoria e Dardanëve. Fitore? A mendon që ka me kon lehtë? Jo. Po edhe më konë rënë, na jena në shtëpi. Vendas edhe mendoj që me ndihmën e publikut do të fitojmë. Vetëm një fitore. Për kë? Po për kë tjetër përveç Kosovës? Normal që fiton Kosova. 1-0. 1-0. Ndërkohë sportdashësit turq besojnë në fitoren e ekipit të tyre, por theksojnë se do ta mbështesin edhe Kosovën nëse ajo kualifikohet. Shpresoj se do të fitojmë sepse presim këtë moment prej 24 vitesh. E di që edhe për Kosovën është me rëndësi se do jetë hera e parë. Kështu që kushdo që do të fitojë ndeshjen dhe shkon në botror, ne do ta mbështesim qoftë Turqia apo Kosova. Së pari shpresojmë që kjo ndeshje të jetë vëllazërore sepse ne e duam Kosovën edhe pse jemi nga Turqia. Le të jetë ekipi më i mirë, por normalisht zemra jone është për Turqinë. Kujtojmë që në rast të një kualifikimi, Kosova do të shkonte për herë të parë në një eveniment madhor të futbollit botror, ndërsa edhe për Turqinë kjo mbetet një ëndër pas pjesëmarrjes së vetme që kanë shënuar në vitin e largët 2002 me 24 vite mungesë në arenën më të madhe të futbollit botror.